bandës. Fuqia e bandës jo vetëm vesh sheqerin me uniformën e policisë, por jep vendin e shoferit të shefit shërbimit inteligjent të policisë. De facto, një nga vendet më nevralgjike. Po pse? Po sepse vetë drejtori i tij është i lidhur me bandat, se nuk s'ka se si. Po nuk e di taj, ai po të mirë të video, po të se Sajmir Tahirin për te. Tiranës. Leja e firmosur nga kryeministri Edi Rama është pikërisht e vitit 2024, ndërkohë më herët që kompania në fjalë ka punuar pa marrë një leje ndërtimi në këtë incinerator është denoncuar në dhjetor të vitit 2023 nga ish-deputetja Monika Kryemadhi në incineratorin në landfillin e Tiranës. Ndërkohë, kjo çështje hetohet nga njëti prokuror, ka rreth 5 vite që është nga njëti prokuror që ka po hetonte zëvendës kryeministrin Belinda Balluku. A keni një koment në lidhje me 5 vite hetim dhe ndërkohë që leja është dhënë pas denoncimit? E drejtë, shumë e drejtë. Çështja e inceneratorit të Tiranës është një çështje të cilën e bllokoi Altin Troplini. Plotësisht. Dhe ju si gazetar u takon t'ju thoni qytetarëve të vërtetën. Pse? Pse? Sepse për inceneratorin e Tiranës nga zyrtarët e lartë i vetmi i akuzuar është ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, i cili për hir të zvërtetës me shkrim e ka refuzuar 5 herë. 5 herë. Inceneratorin e Tiranës. 5 herë. Dhe kur kishte dosjen Altin Troplini, e gjeti të drejtë të lëshoj urdhër arresti për njeriu që për këtë çështje meriton të lavdrim. Mund të kishte 10 afera tjera dhe unë s'kam asnjë, unë jam njeriu që ju dini qëllimet e mia, po. Por lëshoj urdhër arresti ndaj tij. Dhe nuk mori asnjëherë në pyetje Erion Velin, as dhe Edi Rama. Ashtu kështu. Tani, çfarë ka ndodhur mrapa? Ke drejti. Prokurori tjetër, Preçi, Dritan Preçi, mos gaboj po, edhe ky me umur me dosjen e inceneratorit dhe rastin konkret të midis tjerash për Erion Velin, në mos gaboj. Pse ky nuk shkoi me tutje? Sepse shefi i tij kishte në dorë, nuk kreu asnjë veprim, as ndaj Erionit, as ndaj Edi Ramës, përkundrazi, urdhroi arrestin e Arben Ahmetajt, bazuar në disa dokumenta të cilat një shpifsh
gazetar shpifës i faktur me dokumenta, u tha, si pas Arben Ahmetat, i kishte marrë nga Linda Rama. Ashtu apo jo? Arben Ahmetaj publikisht tregoj edhe restorantin se ku ky shpifës profesionist kishte marrë biletat e udhëtimit, faturat e biletave të udhëtimit dhe të hotelit. Jemi kështu, dakord? Atëherë, për këte dhe plakat që u gjetën të pagura nga zota apo vërtiri, se di se kush, në banjon e ish bashkëshortes së Arben Ahmetajt, ishin provat për të arrestuar për korupcion ish zëvendës kryeministri. Kurse vendimi i qeverisë për t'i dhënë 8 pikë, 8 muaj përpara se sa të shpallej fituesi, një kompanie që nuk ishte regjistruar në Shqipëri dhe për të cilën kryeministri Edi Rama ishte informuar nga ministrja Ermelina Felo, për të cilin Edi Rama ishte njoftuar nga ministri Ylli Manjani, se kjo çështje nuk bëhet, nuk i takon Këshillit Ministra, nuk është tagri i Këshillit Ministrave. Ja dha me datën 7 dhjetor kompanisë e cila u regjistruat të nesërmen pasi Edi Rama e shpalli fituese. A mundet kush përveç Altin Troplinit të mos ketë përgjegjësi ligjore, të mos përcaktoj përgjegjësi ligjore në këtë rast? Asnjëri. Asnjëri. Dhe mbi këtë bazë, prokurori Preçi i tha cop si Troplinit se nuk mund të trajtoja në rast në Veliajt insineratorin sepse ishte Edi Rama. Po, dhe ti nuk e trajtove. Pra, kemi të bëjmë me një lloj situate natyrisht ekstraligjore, mafioze, por është Altin Troplini, njeriu përgjegjës direkt për këtë, për moshetimin e Edi Ramës. Në qoftë se ata kanë një hierarki aty. Ju ndëgjuat që edhe këtë të Ballukut, a i thoshte çdo 2 javë, prit, më në fund, a i vendosi pa prit dhe kjo u detyrua të akomodohet. Kjo është e vërteta. Qoftë se ka një njeri përgjegjës direkt për moshetimin e insineratorit të Tiranës, është ai që akuzoi Arben Ahmetajn që refuzoi 5 herë dhe nuk thirri një herë të pyes kryeministrin e vendit dhe Erion Velin apo Belinda Ballukun. Kjo, ja urdhë. Është e konfiskuar, është e sekuestruar kompania. Vazhdon t'i japin leje ndërtimi, fondet, fitoj tendra e tjerë me radhë. Pse? Se është Edi Ramës. Faleminderit.